Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 3 maj të 2025, duket se është një ditë shumë e rëndësishme në fushën e karrierës, të biznesit, por njëkohësisht ka një ndikim shumë të madh, në ndikime planetare për këtë ditë ku gjithçka mund të ndodhi, gjithçka mund të arrihet, sepse dita e shtunë ka gjëra shumë të mëdha dhe të përsosura në ato që duam të bëjmë. Ka të bëjë shumë me lidhjet e bisedimeve, takimeve të rëndësishme nga dreka, sepse duke pasur parasysh nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11 është një kohë fantastike, po do thoni juve është ditë pushimi dhe nuk ngrihemi herët. Të morë ngrihesh herët që atë kur ke takime të rëndësishme veçantë dhe momenti dhe koha që ka të bëjnë është për tre shenjat që kanë ndikime shumë të mëdha, siç është Dashi, Virgjëresha dhe Shigjetarët, kurse në çështjet që kanë bënë me blerjet ose me bisedime të rëndësishme, pak vëmendje duhet të kenë të shenjës së ajrit, siç janë binjakët, peshorja dhe ujorët, nga paraditja të jenë të vëmendshëm, pastaj gjërat janë më ndryshe dhe më mirë për juve të këtyre shenjave.